Në një lagje të thjeshtë të qytetit, në një shtëpi modeste me mure të zverdhura nga vitet, jetonte një nënë e moshuar me djalin e saj të vetëm. Ai punonte si roj nate në një fabrikë që ndodhej disa rrugë më tutje. Çdo mbrëmje, pas akshamit, ai vishej me uniformën e tij të thjeshtë, merrte çantën dhe përshëndeste nënën. "Mami, po nisesh përsëri?" thoshte ajo me zë të butë. "Po, nën. Zoti të ruaj. Ti shko fli, mos më prit. Kthehem herët në mëngjes." Por ajo nuk flinte. Pasi pinte çajin e fundit, ndiste llambën pranë dritares dhe qëndronte aty. Në heshtje. Pa zhurmë, pa fjalë. Me duart e saj të rrudhura i kalonte kokrat e tespijeve një nga një dhe syt i mbante nga rruga. Orët kalonin, rruga zbrazët, nata e qetë. Ajo nuk shitej nga vendi. Pavarësisht nga acari i dimrit apo vapës e korrikut, ajo qëndronte në dritare derisa ta shite hijen e të birit që kthehej duke ecur ngadalë. Një natë, ai e vuri re nga rruga dhe kur hyri brenda, i tha: "Mami, pse nuk fli? Unë jam burr tashmë. S'ka nevojë të rish zgjuar për mua." Ajo buzëqeshi me dashuri dhe i tha qetë: "Bir, unë nuk pres vetëm ty çdo natë kur ti del nga dera, unë i lutem Allahut të të mbrojë në çdo hap. E kur ti kthehesh, dua ta falenderoj, sepse e di që nuk ke qenë vetëm. Kam qenë edhe unë me ty, në lutje." Vitet kaluan. Një ditë ajo merr ushtri në shtrat dhe s'mund të ngrihej më. S'mund të rrinte më në dritare, por djali e dinte që ajo përsëri e priste. Tashmë pa u quar, por me buzët që përshpëritnin dua. Kur ajo ndëroi jetë, ai e ndjeu mungesën më shumë se kurrë, sidomos netëve kur kthehej nga puna dhe dritarja ishte e mbyllur. Por në zemrën e tij, ai e dinte. Lutjet e saj vazhdonin të ishin aty, si një hije e lehtë që e mbulonte me mëshirë. Mësimi. Lutjet e nënës nuk shuhen me kohën, nuk varen nga forca e zërit dhe as nga afërsia fizike. Ato janë mburoja më e sinqertë që Allahu pranon. Kur nëna lutet, rrugët hapen, sprovat zbuten dhe edhe nata më e errët bëhet më e lehtë.